Në 3 komuna ka përfunduar procesi i verifikimit dhe numërimit të votave, e në 3 të tjera rinisi puna të martën pasdite, ka njoftuar zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmer Elezi. Në qendrën komunale të numërimit në Prishtinë, në turnin e paraditës nuk u punua. E rrjedhimisht s'u numërua asnjë vot, për shkak të problemeve teknike të cilat u evituan pjesërisht pasdite. Po punohet hap pas hapi në shumë prej tyre, pothuajse më shumë se gjysma e tyre, veç se janë funksionale që nga ora 16 dhe pastaj edhe pjesa tjetër në ndërkohë. Në bazë të dinamikës e cila është duke zhvilluar edhe në komuna të tjera, nga ky numër i përgjithshëm i vendvotimeve të cilat i prezantova, mund të vret se procesi po shkon mirë, me një ritëm të mirë dhe besojmë që do të arrijnë afatet që parashihen me letë shumë sa i përket edhe organizimit të raundit të dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunave. Të hënën në Prishtinë procesi i verifikimit e i numërimit nisi me 2 orë vonesë, por që vazhdimin e punës e pamundsuan probleme teknike. Por edhe të martën në disa prej grupeve të numërimit nuk u numëruan votat, për shkak të problemeve me transmetim në ekranet e vendosura për vëzhgues. Elezi njoftoi se përpos në Prishtinë probleme të ngjashme ka pasur edhe në 2 komuna të tjera. Në orën 16 të ditës së martë ka përfunduar proces në 3 prej tyre, në Junik, Mamush dhe Zveçan, ndërkaq në hanin e Elezit është mbyllur të hënën në mbrëmje. Së fundmi, në orën 16 të ditës së sotme pra e martë, ka filluar puna edhe në 3 qendrat komunale të numërimit në Prishtinë, Podujev dhe Klokot. Në qendrat komunale të numërimit zhvillohen 3 aktivitete: verifikimi i rezultateve nga zgjedhjet për kryetar të komunave dhe rezultatet e subjekteve politike nga zgjedhjet për kuvende komunale dhe numërimi i votave të kandidatëve për anëtar të kuvendeve komunale. Elezi ka njoftuar se deri në orën 16 janë verifikuar rezultatet për 550 vendvotime nga zgjedhjet për kryetar të komunave dhe rezultatet për subjektet politike nga zgjedhjet për kuvende komunale nga 334 vendvotime. Nga po kaq vendvotime janë numëruar votat e kandidatëve për kuvendet komunale. Pas përfundimit të procesit në QKN-t, në qendrën e numërimit dhe rezultateve do të verifikohen dhe numërohen votat e dërguara nga diaspora dhe ato me kusht. Elezi ka konfirmuar se mbi 33.000 zarfe me votat nga diaspora ende nuk janë sjellë në Kosovë.